Nuk kanë fund përfitimet shëndetësore nga një pjeshke vetme konsumuar në ditë. Nëse ju jeni të angazhuar për një stil jetese të shëndetshëm, duhet të bëni zgjedhje të zgjuara. Ndërsa shumë ekspertë të shëndetësisë flasin mbi rëndësinë e frutave dhe perimeve, jo shumë prej tyre janë të vetëdijshëm për përfitimet e pjeshkës. Shkencëtarët kanë treguar se pjeshkat jo vetëm që janë një burim i shkëlqyer i fibrave, por janë gjithashtu një përbërës ideal për të shtuar në dietën tuaj, për shkak të sasisë së lartë të ujit dhe përmbajtjes së antioksidantëve. Ja disa nga përfitimet që kemi kur konsumojmë këtë frutë. Lëkurë më e bukur. Kundra plakjes. Për fat të mirë, një tjetër avantazh i përmbajtjes së zingut që gjendet në pjeshk është aftësia e tij për të kundërshtuar efektet e plakjes. Gjithashtu pjeshka ndihmon qelizat për të riparuar dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Një mënyrë efektive për të menaxhuar sistemin nervor. Një nga përfitimet më interesante të pjeshkës është aftësia e saj për të përmirësuar sistemin tuaj nervor. Prania e magnezit në këtë frutë është thelbësore për uljen e stresit dhe ankthit dhe mbajtja e sistemit tuaj nervor në një gjendje të qetë. Ndikojnë pozitivisht në sistemin imunitar. Ju ndihmojnë të humbisni peshë. Ato përmbajnë element bioaktiv të tilla si kompleks fenoli, që janë provuar për të luftuar në mënyrë efektive ekuilibrimin e metabolizmit. Luftojnë radikalet e lira. Ruajtja e niveleve të shëndetshme të kolesterolit. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin me sukses se komponimet fenolike që gjenden në pjeshk ndihmojnë për të ulur nivelet e kolesterolit LDL të dëmshëm, duke promovuar kolesterolin HDL të mirë. Kjo është jetike për të ruajtur shëndetin optimal kardiovaskular.